hape këtë lajm, jo, po është gjithmonë prezent me prezenten. Për ju dhe vetëm për ju, unë në rolin e moderatorës, jo, po informatave më korekte, Jona Shaqiri. Përshëndetje Loshke. Të dua. Si jeni? Si gjithmonë, mirë, po mënoha me rujt qetësinë. E pa ata një zang të vogël me burin para se me ardhë, po është e vërtet kjo. Kushta si më përla dje që është rrët. Jo se ne që ndodhin. E kam kolegë në orar pune edhe sa është mirë është edhe keq, edhe tash po mënona me majt vetën. Qa ndodhe? Para drekës. Si pëlqej ushqimi asha? Jo, ushqimi pëlqen gjithmonë, po për instrumente, për çështë diçka e panevojshme, se kallëzova, mëre, po mirë kesh, që i bona vetës. Mos ka shku naj gitare, anajse? Jo, se tani që montojna bubnjet, që montojna. Jemi sot në hapjen e Fortesës. Tregom që sa vite një Fortesën, që aminon për punën e saj edhe lokale që hapë. Prej që është Fortesa në Tetovë, në me thonë, njifem me Fortesën, jashta që e një edhe si Prishtinalik edhe si tetovare, e du, e përgëzoj, më pëlqen që gjithmonë din mu tërhek edhe mu rikëthy 2 herë ma përpara. Nuk e di e bën me tru, apo e ka instinkt që din me punu vetë. Që ato që të foli një person që e një, pa dyshim që kemi thonë ma të mirat. Po saj përket punës, saj që ajo sonte e ka bo, anë e veç një duar trëpitje shumë të madhe, edhe lete moan frontin më steshën. A e bo gati ti për sezonën e verës, përse e kitë ngarkume? Gjithmonë jena gati. Qëra, ata që tojnë jena të ngarkume rajnë, se ka ra sezonë shumë. Jënë mush me njerës, po pojnë e ma të vogla, jo me DJ, jo me ato, me këto, mirë është, shqyqër zotit mirë. Po të raj një verë sa më të bukur dhe sa më shumë lek. Faleminderit shumë, shnet, dashni, edhe të përqapi edhe dushu shumë ty, me kejt juve që shinim ropa. Thank you. Të dua.